Atëherë sot me bashkëpunëtor, uruam Miftijun Tërnava dhe bashkëpunëtorët e tij dhe nëpërmjet tij gjithë komunitetin e besimit islam Kosovë për festën e Fitër Bajramit. Lutjet dhe agjerimi i muajit shenjtë të Ramazanit u pranoft nga Krijuesi. Mbi gjitha në këtë periudhë dhe për tek kësaj periudhe t'i ruajmë, t'i kultivojmë dhe t'i mbrojmë këto vlera që rëndom i gjejmë gjatë këtij muajit shenjtë dhe gjatë festës së Bajramit. Pra solidaritetin ndaj njëri tjetrit, mbështetja ndaj atyre që janë në nevojë, uniteti sa më i madh i njerëzve të Republikës Kosovës. Zoti e bekoft Kosovën, popullin tonë dhe familjen tonë. Me fatë Bajrami juve, gjithë të besimtarëve, lutjet dhe agjerimi ju i pranon prej Zotit të që mirësi gjithë. Me fatë qëllëve. Faleminderit kryetar. Faleminderit për ju që keni dhënë raportin e ju, bashkëpunëtorët tuaj. Ne shmojmë të vlerësojmë këtë që bashkërisht kemi në momentin të këtij feste. Që vjen si kurore një muaj ka agjerim për pushtimet shpirtërore, fizike të besimtarëve, që ata janë qenë si brenda këtyre tona të shqiptarëve për programin e lartë. Dhe Ramazan, janë për këtë me maktet, për këtë me sakrificë, për këtë me solidaritet, për këtë me dëshmitë të cilat edhe më pasërojnë dhe të qenë. Ndaj emër të kësaj dëshiroj, për në ndërvoj të gjërë, të gjithë besimtarët duke lutur Zotin që të na falë shëndet, na falë me qenë, sërojnë bashkarisht me ta dhe samë të mirë të dhanë të to. Dhe kujtesi sidomos ndaj atyre nevojë. Jem vlera të sjellëson shoqërore çdo ditë. Jo vetëm gjithë muaj. Lidhja e njerit me Zotin është e mirë për familjen, për shoqërinë, për shëndetin. Por andaj le ta kultivojmë këtë vlerë vazhdimisht. Juve dhe besimtarëve ju falenderoj për të kontributit që e bëni në të relacionet me ngritjen e Republikës dhe shtetit dhe vlerave mos udhime që i ka shoqëria jona. Muajit Ramazanit kemi pas traditën e zakonshme kontore, vizitave, iftareve, syfyreve dhe ta më vazhdimisht. Është një ndjelje mirë për shoqërisë e aftërisë solidaritetit. Tash në Bajram bëjmë fest. Sot kemi pak më gojë, se kemi shumë baklava, sheqer është pak më i lartë, po Në ditë shkon. në ditë shkon. Në ftin do të thonë në ditë e kalon. Merrni, a vjen kryetarë të vërtetë. Merrni. Edhe traditat fundja vëni një me kisa sa Evropë dhe Evropa është një. Andaj edhe tjera tonë janë tjera Evropë. Shumë të gjitha le ta ruajmë këtë tradit për kushtimit nga njëri tjetrit, sepse Ramazan, do jo vetëm, po dhe Bajram, është përposit ma tjetër, e do tjetë vazhdimisht. Kujdesemi për familjen, për rrethin tonë, jemi afër familjeve çdo mbrëmje. Jemi afër katër me banë, çfarë të duhet. Ndajmë të mirat në ata që s'kanë. Dhe ne kemi një mirësi të vazhdueshme në gjitha dhe komunitet. Se jemi pak shumë, e fundojmë shumë pjesë. Në Ramazan po bëmi gjithë bashkë. Që të ndjejmë për vazhdimin të atë. Inshallah. Kjo është në vërtet që për thënë kryetar. Këta aspekte faktikisht jemi në shaqëri marrësi para në kohë. Kemi pak shqiptarë, mirë po faktikisht i kishin 14 parti. Shqiptarë. 24.000 persona 14 parti. 2.000. Ja, tash në rëndësante, të marrë ka 2.000 civile. Andaj uniteti është diçka që gjithërë përket brendësinë tonë. Sa që e gjenë tonë të jemi unik, të gjithë një në të fortë, ajo është forca.